Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi kalimin për gjykim të çështjes Partizani në një konferencë që zhvilloi mesditën e sejtes. Berisha tha se hapat e tjerë do të merren në konsultime me avokatët. Personalisht ne të interesuarit dhe trupa e avokatë e mbrojtjes nuk ka gjersot në dorë vendimin e marrë nga gjykatësia që ka dërguar çështjen për gjykim. Nuk kemi vendimin. A mund të imagjinoni ju? Edhe kjo ndodh. Të gjitha tjerat do të përcaktojnë konsulta me avokatrit, e cila është jashtë kësaj salle. Berisha akuzohet për korrupsion pasiv se ka favorizuar dhëndrin e tij për privatizimin e truallit të ish kompleksi sportiv Partizani.